Sa më gjatë që një burr jeton pa një marrëdhënie të ngushtë, aq më kompleks bëhet bota e tij e brendshme. Nga jashtë ai duket i qetë, i sigurt në vetvete dhe plotësisht i pavarur, por brenda tij ndodh diçka më e thellë, diçka që shumica e njerëzve nuk e vërejnë kurrë. Në fillim të qenit vetëm ndihet çliruese. Ai shijon qetësinë, kontrollin mbi kohën e tij dhe mungesën e dramave emocionale. Ai mëson të mbështetet vetëm tek vetja. Bëhet i pavarur, i disiplinuar emocionalisht dhe i fortë mendërisht. Me kalimin e kohës, kjo pavarësi shndërrohet ngadalë në distancë emocionale. Sa më gjatë që një burr qëndron pa një marrëdhënie të ngushtë, aq më shumë e stërvit mendjen e tij të mos ketë nevojë për askën. Ai ndalon së prituri mbështetje emocionale. Ndalon së ndari frikërat, ëndrat dhe dobësitë e tij. Jo sepse nuk ndjen asgjë, por sepse ka mësuar se është më e sigurt të ndihesh vetëm se sa të zhgënjehesh. Në një moment ai bëhet jashtëzakonisht përzgjedhës. Nuk bie më në dashuri aq lehtë. Nuk e ndjek më dashurinë si dikur. Dhe nëse dikush tregon interes, ai mund të tërhiqet jo sepse nuk ka interes, por sepse afërsia emocionale ndihet e pazakontë për të. Psikologjia thot se kjo ndodh sepse pavarësia emocionale afatgjatë ndryshon modelet e lidhjes. Një burr që ka qenë vetëm për shumë kohë fillon të mbrojë paqen e tij të brendshme me çdo kusht. Ai vlerëson stabilitetin më shumë se emocionin, thellësinë më shumë se tërheqjen sipërfaqësore. Prandaj burra të tillë shpesh duken emocionalisht të paarritshëm, por e vërteta shpesh keq kuptohet. Ata nuk janë të paftë të duan, ata janë të kujdesshëm me dashurinë. Sa më gjatë që një burr jeton pa një marrëdhënie të ngushtë, aq më shumë ka frikë të mos humbas veten në një të gabuar. Ai ka ndërtuar rutina, ka vendosur kufi dhe ka ngritur mure emocionale që i japin mbështetje. Të lejosh dikë të hyjë do të thotë të rrezikosh gjithë këtë. Prandai ai vëzhgon më shumë se sa flet, vlerëson më shumë se sa premton dhe dëgjon më shumë se sa zbulon për veten. Ndodh edhe një ndryshim tjetër psikologjik. Ai bëhet shumë i vetëdijshëm për vetminë e tij. Jo për vetminë e zhurmshme dhe dramatike, por për atë të qetën që shfaqet vonë natën. Vetmia që shfaqet kur nuk ka askën të cilit t'i tregojë një sukses të vogël, ose askën që të ulet pranë tij kur jeta bëhet e vështirë. Megjithatë ai nuk vrapon drejt dashurisë, ai mëson të jetojë me këtë qetësi. Paradoksalisht, pikërisht kjo e bën dashurinë e tij më vonë jashtëzakonisht intensive. Kur një burr që ka qenë vetëm për një kohë të gjatë të zgjedh ty, kjo nuk është kurrë rastësi. Do të thotë se ai sheh siguri tek ti, paqe tek ti dhe qëndrueshmëri emocionale. Ai nuk do të të dojë menjëherë me zhurmë, nuk do të të mbulojë me fjalë, por besnikëria e tij do të jetë e thellë, prania e tij e besueshme dhe lidhja e tij sapo të jepet e rrallë dhe e fuqishme. Por ekziston një sfidë, sa më gjatë që një burr jeton pa një marrëdhënie të ngushtë, aq më e vështirë bëhet për të shprehë ndjenjat në mënyrë natyrale. Ai mund ta ketë të vështirë të hapet, në konflikte mund të mbyllet. Ai ka nevojë për më shumë kohë, më shumë durim dhe më shumë mirëkuptim se shumica. Jo sepse nuk ndjen, por sepse ka harruar se si ndihet të mbahesh emocionalisht. Nëse ndonjëherë takon një burr të tillë, mos e shty, mos e detyro intimitetin, dhe mos e ngatëro heshtjen e tij me indiferencë. Ndonjëherë burrat më të heshtur mbajnë emocionet më të thella, dhe kur duan, nuk duan kur gjysmë. Ata duan me qëllim, me thellësi dhe me një besnikëri që është rritur nga vitet e vetmisë.